Edhe në raport progresin e radhës për Maqedoninë të Komisionit Evropian, vendi synon të ruaj rekomandimin për fillimin e bisedimeve. Këtë e deklaroi për TVM2 zëvendës kryeministri i angazhuar për eurointegrime Fatmir Besimi. Ai sqaron se institucionet vendore aktualisht po punojnë në përmbushjen e reformave në sektorin e gjyqësisë, kodin zgjedhor, lirinë e shprehjes, marrëdhëniet e mira ndëretnike, marrëdhëniet e mira ndërfaqësinësore dhe dialogun politik, të cilat ishin theksuar në raportin e kaluar. Se i përket raportit të progresit për Republikën e Maqedonisë, ne do të vazhdojmë të punojmë që sa i përket reformave, gjithsesi reformave të parapara, të shënojmë rezultate ashtu që të ruajmë edhe këtë vit rekomandimin për filluar bisedimin. Kjo është me rëndësi që ne edhe në këtë raport të Bashkimit Evropian të kemi rekomandim për të filluar bisedimet dhe në të gjitha fushat duke treguar këtu reformat e më të tjeshme në gjyqësor, reformat e më të tjeshme për kodin zgjedhor, për lirinë e shprehjes, marrëdhëniet e mira ndëretnike dhe aktivitete për të treguar fqinësi të mirë. Edhe sa i përket zgjidhjes së komisionerit të ri për zgjerim të Bashkimit Evropian, Besimi thekson se me rëndësi për vendet e rajonit ose në agjendën e BE-s vazhdon të mbetet zgjerimi. Sa i përket komisionit përbërjes së re të Komisionit të Evropës, duhet të them që është me rëndësi që agjenda për zgjerim, siç edhe në këtë përbërje të komisionit gjen një komesar të posaçëm për zgjerim dhe marrëdhëniet fqinësore në kuadër të Evropës dhe është më rëndësi që do të kemi në gjatë kësaj periudhe ajo që edhe më herët kemi thënë që politika gjithsesi procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor është procesi i cili është pjesë e konceptit të Bashkimit Evropian që nga themelimi i saj, dhe ideja e zgjerimit të Bashkimit Evropian në kontinentin e Evropës është ajo ide për të cilën Bashkimi Evropian para disa vitesh mori edhe çmimin Nobel për vendosjen e paqes në vendet e rajonit. Por zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi pranon se pengesë kryesore për anëtarësimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian është kontesti i emrit. Çështja e emrit është temë e cila duhet zgjidhur. Ne duhet të jemi të gatshëm për kompromise në këtë temë, kompromise të cilat do të jenë të arsyeshme për të dyja palët të pranueshme, me qëllim që vendi të ecë përpara drejt integrimit euroatlantik, gjithsesi anëtarësimit të plotë në NATO dhe fillimit të bisedimeve me Bashkimin Evropian për anëtarësim të plotë. Gjithsesi që këtu për zgjedhje kërkohet aktivitet i barabartë në të dyja palët dhe në kuadër të kornizës me Kombet e Bashkuara, me ndërmjetësin nga Kombet e Bashkuara, gjithashtu është më rëndësi edhe një shtytje apo një përkrahje më e madhe, më e fuqishme nga faktorët ndërkombëtar, nga vendet të cilat njihen si miqë dhe partnerë strategjik edhe të Maqedonisë edhe të Greqisë, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, pastaj Franca, Britania e Madhe dhe vendet e tjera. Besimi vlerëson se marrëdhëniet ndërretnike janë themeli një stabiliteti të brendshëm politik dhe shoqëror në vend, që parashihet edhe me marrëveshjen e Ohrid.